Në Dobraçe zhvilloi takimin e radhës elektoral kandidati për deputet i Partisë Demokratike të Qarkut Shkodër Bars Pahia, duke e prezantuar programin e kësaj force politike. Ai tha se 11 maj është dita e një misioni kombëtar që do të sjellë ndryshimin e kësaj situate të rëndë që po kalon vendi prej 12 vitësh. Kandidati i Pahia shprehur bindjen se rezultati i zgjedhjeve do të jetë i bukur dhe surprizë për Partinë Demokratike, prandaj ftoi qytetarët të bëhen pjesë e këtij ndryshimi dhe fitores së madhe. Një qeverie që i përfundojnë ministrat një herë muj në burg nga një ministër, por që kryeministrit nuk i shkon mend me reagu ose me dhënë tërheqje as bëhet fjalë. Unë kam bindjen absolute që do të ketë surprizë pozitive për Partinë Demokratike. E lexoj në çdo reagim qytetar, në çdo kontakt që kena me qytetarët, frymen e domosdoshmërisë për ndryshim. Le të bëhemi zani i këtij ndryshimi, le të bëhemi pjesë e këtij ndryshimi. Me 11 maj të bindur se fitoria do të jetë e jona, fitoria do të jetë e Partisë Demokratike, e qytetarëve të lirë të ndershëm të vendit. Më herët, përmes një video mesazhi, ai përcolli një mesazh të veçantë diasporës, e cila e ka nisur tashmë votimet. Adheu sot ka nevojë më shumë se kurrë për ju. Vota juaj është shërbimi më i madh që mund të bëni vendit tuaj. Në një kohë ku Shqipëria, vendi ynë, është zhytur në krim dhe korrupsion, zëri juaj është zëri i shpresës së madhe që presin gjithë shqiptarët. Të dashur miq, le të bëhemi pjesë e këtij ndryshimi nëpërmjet votës për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Le të bëhemi bashkë për të ndryshuar një realitet të zymë që ka kapluar vendin tash 12 vite. Le të japim shpresë për të ardhmen familjeve tona, fëmijëve tanë, vendit tonë. Të gjithë bashkë me 11 maj të bëhemi pjesë e ndryshimit të madh. Le të votojmë numri 1 Partinë Demokratike me 11 maj. Ditën e ndryshimit të madh që presin gjithë shqiptarët.